Emigrantët shqiptarë në Sloveni do të kenë mundësi të përfitojnë nga njoja e viteve të punës dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore pas miratimit në parim nga qeveria shqiptare të marrëveshjes dypalçe në këtë shtet. Marrëveshja synon të garantojë që periudhat e punës dhe kontributet e paguara në Shqipëri dhe Sloveni të njihen reciprokisht, duke mbrojtur të drejtat e qytetarëve që kanë ndërmarrë karrierën e tyre profesionale në më shumë se një vend. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahimaj e cilësoi këtë politikë si një proces të rëndësishëm për mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve shqiptar, veçanërisht për përfitimet e ardhshme nga skema e sigurimeve shoqërore. Dua të kujtoj këtu që kjo është një politikë e cila prej disa vitesh tashmë ka filluar dhe është intensifikuar nga ana e qeverisë shqiptare, pasi është thelbësore në mbrojtjen e të drejtave të punës dhe në mbrojtjen e të drejtave dhe pagesave që çdo individ mund të marrë në të ardhmen pasi ka kryer disa vite pune në Republikën e Shqipërisë dhe disa vite pune në një vend tjetër. Në përfshirjen e Slovenisë, numri i marrëveshjeve dypalçe për siguritë shoqërore mes Shqipërisë dhe vendeve të tjera arrin në 17, ndërsa 11 prej tyre janë nënshkruar me vende anëtare të Bashkimit Evropian. Sipas ministres, rreth 20.000 shtetas shqiptar kanë përfituar deri tani nga këto marrëveshje, ndërsa një ndër më të rëndësishmet ishte ajo me Italinë për shkak të numrit të lartë të shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë atje. Ka qenë një problem i cili ndër vite është mbartur. Ne, siç e dini, gjatë vitit të kaluar kemi firmosur dhe ratifikuar marrëveshjen me Italinë që është më e rëndësishmja, pasi numri i shqiptarëve që punojnë dhe jetojnë në Itali është shumë i lartë. Deri tani janë rreth 20.000 shqiptarë që kanë përfituar nga marrëveshjet që ne kemi firmosur për njohjen e viteve të kontributeve të sigurimeve shoqërore. Në mbledhjen e fundit të qeverisë u miratuaj gjithashtu ndryshime në 3 ligje të sistemit financiar me synimin në modernizimin e kuadrit ligjor dhe përafrimin e mëtejshëm me standardet e Bashkimit Evropian.